që thohet, që ditë policia e Kosovës ka pas operacione edhe në tjera qytete, nuk ka pas vetë Skënderaj, po me qenë se ka ndodhur eksesi në Skënderaj, ajo është kthy në racioni që ka shku për çështje për Sami Lushtakun. Pra nuk ka qenë destinuar për sa. Po sidoqoftë, policia e Kosovës i kryen detyrat e veta, në parim bazuar në ligje dhe kërkosh mi ligjin, tek e fundit. Ja, nuk është sidoqoftë. Po. Njësi speciale nuk angazhohen në rrohje. Njësi speciale të policisë Kosovës angazhohen në prishjen e rendit në përmasa të mëdha. Si janë angazhuar në rrohje? Nëse ti shkon. Kanë rrejna kanë dieta që kanë bërë. I lejmë të fortë shumë bëjmë se po pozicionojnë. Kanë rrejna kanë. Mos u bë këtu. Kishe po të më thonë diçka. Nuk janë të thonë diçka. E kena po në televizion. Ti po thu, ka kanë rrejnë. Me urdhër politik. Me urdhër politik. Sa është ashtu? Me urdhër politik dhe me një rezistencë për herë të menaxhmentit, falëndëse jam të punta politik kur e ka drejtor. Ja, apo plom. A ke zbatuar urdhën politik kur e ka drejtor? Jo. E tash ç'është po thu tash ti? Për shkak se është publike. Atash po, atëherë s'ka konflikt në mes të menaxhmentit dhe ministrit të brendshëm, të cilët kanë rezistuar që pa nevojë mos me i dërgu njësi speciale më një rast që është një rast izoluar me lëndime të lehta trupore. Nuk kanë shku njësia speciale për rastin. Për rastin janë shku njësi shkuetus ditën e nesërme që i ke pati. Ata kanë obligim ligjor, ta është obligim ligjor. Nuk kanë shku, obligim ligjor kanë kriminalizuar. Çka kanë vënë njësia speciale për rastin? A di që njësia speciale a ditë edhe në sa qytete të tjera kanë? Ne po folëm për Skënderaj, nuk kanë qenë. Po ti e ke me që u hap ky diskutim. Është rutinë. Me që u hap diskutimi edhe gjithë menaxhimi i situatës, edhe për Qeriçin edhe për Çalën, për dy tek. A pati dëshmi që ka Kosova shtet ligjor në rastin e Skënderajt? A pati dëshmi? Se pati dikush nga kolegët e zotit Qeriçi që tha këtu para disa ditëve këtu në studio, tha u duk sikur Sami Lushtaku të intervistonte policinë. Se shkoi pak si më gjatë. Nga ana tjetër PDK-ja thanë se u ftua policia speciale dhe u krijua gjithë kjo situatë një katrahure vërtet në një